member of NATO. Ne jemi antar të NATO-s. But still, Po, sidoqoftë, nuk është se ne vendosim shumë çkatje. NATO does something good. Kur NATO-ja bën diçka të mirë, si për shembull liberating Kosovo. Çlirimi i Kosovës. We say we did a great thing. Ne themi kemi bërë një gjë të shkëlqyer. Kur NATO-ja bën diçka të keqe, si për shembull largimi nga Afganistani ashtu siç e bën, ne themi është faji i tyre. Sepse take the blame. Të mëdhenjt marrin fajin, të vegjëllit mund të marrin edhe ndonjë merit kur është për t'u marrë. Megjithatë, keni ndjesinë që Ballkani është një lagje e harruar në këtë peizazh? Jo, nuk mendoj që Ballkani është i harruar. Kam ndjesinë që jemi në kohët më të mira. The Western Balkans, to be very clear. Për të qenë shumë të qartë, Ballkani perëndimor, jemi në kohën më të mirë, nuk kemi qenë kurrë më pranë Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka qenë kurrë kaq i vetëdijshëm për rëndësinë tonë në të gjithë gjeopeizazhin gjeopolitik. Kemi shumë vizibilitet më tepër pranë shumë mënyra. Pikëpari, gjysmë milioni nuk është shifër e saktë, por po, shqiptarët kanë vazhduar të largohen dhe mendoj që është gjëja më normale për një vend i cili ka kaluar 50 vjet izolimi të plot. Ka po kështu edhe kritika që krimi organizuar është një faktor në Shqipëri. A është betejë e vështirë kjo? Po, e di. It's a criticism është një kritik in my view dhe në këndvështrimin out tim of proportions because shpërpjesëtimore. It's difficult to accept this criticism when it gets out of proportion. Është e vështirë të pranosh një kritik të tillë kur shkon përtej për masave, sidomos në media edhe që janë jashtë, sepse kur sheh portin ton e kur sheh Barcelonën, Anversën apo Rotterdamin, për masat dhe çfarë qarkullon në këto porte është e jashtëzakonshme, por kjo nuk nënkupton që ne nuk kemi probleme, kemi luftuar fort, kemi arritur shumë sukses, sepse më së fundi kemi dalë me sukses në diçka që për ne është arritja e një jete, t'i japim gjyqësorit pavarësinë e tij. Pasja e një drejtësie të pavarur që angazhohet, që është shumë e angazhuar kundër krimit të organizuar, ka bërë ndryshim.